Ushtruesja e detyrës së presidentit Albulena Agjiu ka paralajmëruar se së shpejti do të mbahet një takim mes vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për çështjen e presidentit. Pas takimit me partitë parlamentare pa përfshirjen e opozitës, Agjiu shpreh se është njoftuar nga kryetari i vetëvendosjes se do të ftojë së shpejti në takim LDK-n. Ka përthirrje që partitë politike të nisin të flasin me emra konkret për kandidatura për president. Pra le të fillojmë të flasim me emra të përveçëm për një kandidat konsensual, për një kandidat që nuk është në ndonjërin nga partitë politike. Agjiu ka shprehur keqardhje që partitë opozitare refuzuan takimin, ndërsa ka komentuar kërkesën e opozitës që fillimisht të ketë konstituim të kuvendit dhe më pas të diskutohet për qeverinë e presidentin. Pra mund të jetë si çështje në rend të tretë, pra konstituimi, qeveria dhe presidenti. Por është çështje prioritare, sepse mund t'i bëjmë të dyja dhe mund të mos kemi marrëveshje për çështjen e presidentit dhe vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme, të panevojshme sërish. E kryoi vetëvendosjes Albin Kurti pas takimit me Agjiu nuk ka dhënë detaje se kur do të kërkojë vazhdimin e seancës konstituive. E deputetët e PDK-s dhe AAK-s janë mbledhur sërish në sallën e kuvendit. Do të procedojnë kërkesën për seancën e radhës pas 48 orësh. Shkelja e kushtetutës nuk guxon të shndrohet në normë, në normalitet. Ftesën e Agjiut e kanë refuzuar krerët e PDK-s, LDK-s dhe AAK-s.